Jem në telashe të madhe si sektori i industrisë qumshit Kosovës. Fushatën të cilën e ka bërë Ministria e Bujqësisë, po tash i ka ndihmuar dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, na ka bërë dëm të jashtëzakonshëm të parive riparum neve si industrie e qumshit Kosovës, njëkohësisht edhe fermerëve të Kosovës. Por ky në kokën veti i qiti do ligje, ne e prunë një farë vendimi dhe më një herë ne qoj inspektorat në për fabrika, bo në proces verbale, leqen e lëshovëdin se këto thët një 60 ditë duhet mi adaptue dhe mi këshyre, mi kontrolue, që për me morë pëlqimi pastaj për ministrisë, në mes dialog, në mes me një dokument ministrisë, të cilin na tregon se çka duhet, çka ke mungu që ish dasht me plotësue në pajisjet tona. Dhe inspektorat të cilët janë ardhur, më një herë na kanë shue një proces verbal, ne kanë ndërprej prodhimin. Që të gjitha eksportet e prodhimeve të Kosovës, që janë me ndërhyrje, me prejardhje bimore, mund ndërprej mësë mujtë me eksportu. Dhe më thonë, edhe eksportin e kanë nol, edhe ne kanë nol prodhimin, dhe ka qitë inspektorat në për marketet gjithë Kosovën, që mi hjek gjitha produktet prej raftave të marketeve. Dhe më thonë, mi këthy eventualisht me asgjasu, dhe është vendimi tyne. Këto është ka qenë shumë e papritën për bizniset tona, dhe na ka bën një dam jashtëzakonisht madh, na ka dëmtu edhe me propagandën shumë të madhe që ka bën që gjaja që në Kosovë po prodhohet diçka që është kancerogjene, është e dëmshme për shëndetin, pa një bazë studimore të cilën mundet më na pru një dokument që me thonë ky produkt, me këtë prejardhje, me këtë ndërhyrje me vaj palmës që pithet, është e dëmshme për shëndetin e njeriut. Po ende s'kemi mujtën se jemi ka i grumbullojmë produktet që të cilat ne kanë bloku në për marketet dhe e kanë prunë një vendim që mi tërhjek. Edhe jem ka i kalkulojmë dhe në ditje sa kena mujt me prodhue, po edhe s'na kalon me prodhue. Dhe më thonë këtu jenë humbje krejt. Edhe humbjet që ne kalon në për marketa. Ta gjatë tërhjekes ato dhe dëmtohen një pjesë e madhe. Po dhe nëse ato jenë me afat, produktet tona janë të afatizune. Tash, në një pjesë konsiderueshëm mund t'ju del afati, derisa bëhet në zgjidhje. Po që shpo shohëm na me këtë ministër, me këtë arrogancë çfarë po rashitet Avuku, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministria e Bujqësisë, nuk po pritet të një zgjidhje. Nuk e di ku ja kam në synin, po nuk po shohëm në horizont. Unë, sekretari shoqatës së industrisë, me të gjithë qumshtorët, disa herë kemi kërku takime mbrana kësaj jave. Ja kemi qenë me shkrim ftesat për takime me ministrin, me të bëni zgjidhje, me këshyr ku jem. Edhe avukët, as njeni, as tjetri s'është përgjigjur. Tash na po presëm, çka do të ndodh, është mbet, mund ndodh që do të organizohem presëm dhe na ditë, do të organizohem gjithë punëtorët e sektorit me dalë protesta, njëkohësisht kanë me dalë edhe fermerë, se kur si merret qumshti, ata qumshtin s'kanë ku e qojnë, ata duhet me derdh, e për me derdh, mësë mi ndodhët lumejt e Kosovës, nashta vinë Prishtinë këto i vynë ministrit, me amush zyret apo. Jo, na kemi fillu me padi. Na kemi fillu me padi të prokuroria speciale, me masat përkohshme kemi dërguar që më mujtën me nalë këtë vendim tina me masat përkohshme. Kemi edhe jem ka i përgaditën dokumentacionën, edhe jem ka i përgaditën komplet me argumente.